Komuna Ulqinit organizoi koktejl tradicional me rastin e përmbylljes së vitit kalendarik 2025, ku mblodhen përfaqësues të pushtetit lokal, institucioneve publike, ndërmarrjeve lokale, sektorit arsimore, shëndetësor, shoqatave sportive, shoqërisë civile, mediave si dhe mysafirëve të shumtë. Në këtë aktivitet festiv u bë një përmbledhje e punës edhe arritjeve të vitit që po lëm pas, duke theksuar se viti 2025 ishte një vit me sfida, por edhe me rezultate të dukshme në fusha të ndryshme të funksionimit të veçqeverisjes lokale dhe komunitetit në përgjithësi. Me këtë rast, Komuna Ulqinit ndau mirënjohje vjetore për më të dalluarit nga ndërmarrjet publike dhe lokale. Institucionet arsimore, sportistët më të suksesshëm, punëtorët e dalluar si dhe nxënësit e shkollave, duke vlerësuar kontributin dhe përkushtimin e tyre gjatë vitit 2025. U shpreh shpresa se këto suksese do të shërbejnë si motivim për arritje edhe më të mëdha në vitin e ardhshëm. Të pranishmeve ju drejtua kryetari i Komunës së Ulqinit, Gensin Imanbegu, i cili në fjalën e tij theksoi se progresi i qytetit është rezultati i punës së përbashkët të gjithë qytetarëve, nga më të rinjt deri tek më të moshuarit. Mirëditë gjatë gjithëve. I nderuar shëqësia juaj, ambasadori i Republikës së Turqisë në Maltëzi, zoti Bari Shkallkavan, i nderuar konzull i përgjithshëm i Republikës së Shqipërisë, të nderuar deputet, e nderuara kryetare e Kuvendit të Komunës, të nderuar këshilltar të Kuvendit të Komunës, të nderuar anëtar të koalicionit qeverisës në Ulqin, përfaqësues të institucioneve shtetërore në Ulqin, në punës dhe zyrtar të institucioneve lokale dhe qendrore. Të nderuar të pranishëm, qytetar të dashur, përfaqësues të mediave, zonja dhe zotrinj. Së pari faleminderit për pjesëmarrjen në festën tonë të përbashkët për mbylljen e vitit 2025. Sot na mblodhen disa arsye. Fundi i vitit është koha kur bëhen bilancet dhe raportet e vitit. Dhe shjuhet më të mirët e administratës dhe veprimtarët më të suksesshëm të qytetit. Ky vit ka qenë i lehtë, nuk ka qenë shumë, ama dua t'ju them dy gjëra. Të gjithë të sfida që i kemi pasur i ka përcyem dhe ja dolëm, por i kemi dalë gjithë bashku. Prandaj ju falenderoj të gjithëve për kontributin e madh që keni dhënë në shërbim të këtij qyteti dhe qytetarëve tanë. Fal jush, fal punës suaj. Sot kemi një qytet më të mirë, më të sigurt, më të pastër, më të bukur. Fal punës suaj të palodhur dhe mbështetjes nga institucionet qendrore, kemi pasur rend dhe siguri shumë të mirë gjatë vitit 2025. Fal punës e institucioneve lokale, të cilat ishin të palodhura në çdo aspekt, si në dimër ashtu edhe në verë, qyteti nuk është i ndalur në asnjë moment. Duke kaluar një sezon të mirë dhe duke hyrë me shpresë më të madhe në vitin 2026, se sezoni do të jetë më i mirë se i kaluari. Të gjithë e dini që Ulqini është një qytet i vogël, i dashur dhe shumë unik, me një trashëgimi të pasur kulturore dhe në të gjithë drejtimet. Të menaxhosh një qytet me 20.000 banor, në shikim të parë duket e lehtë. Por të menaxhosh një qytet me mbi 100.000 frymë në ditë gjatë gjithë sezonit turistik është një sfidë. Në përgjithësi është krenari, sepse qytetin, pavarësisht se ka 20.000 banor, duhet të përgatisësh për 100.000 banor gjatë gjithë vitit. Kjo nuk mund të arrihet pa në punësit zyrtarët e veprimtarisë komunale, pa ujësielsin dhe kanalizimin, pa policin, pa institucionet gjyqësore dhe prokurorisë, pa shërbimin e zjarrfikësve, pa policinë komunale, pa ekipet e ndryshme pranë kabinetit të kryetarit, të cilët kanë qenë në shërbim 24 orë për qytetin dhe turistët që e kanë vizituar qytetin tonë. Ka dhe shumë të tjerë, të cilët i falenderoj dhe u jam mirënjohës. Një falenderim i veçantë i shkon për të gjithë qytetarët e komunës së Ulqinit, të cilët kanë treguar maturi, durim dhe mirë kuptim për investimet që janë duke u zhvilluar në komunën tonë. Ky tregon se populli i Ulqinit pret me pa durim ndryshimin për të mirën e përbashkët. Dhe kjo na bën edhe më të fortë për të vazhduar në vitin 2026, për të ndryshuar qytetin ton, sidomos në infrastrukturë, në ujësiels, kanalizime, ndriçim, parqe, parkingje,
për të plotësuar sa më shumë nevojat e qytetarëve dhe për të kthyer besimin në institucione, sepse vetëm së bashku mund t'ja dalim. Sot kemi një mysafir të veçantë. Një mikun tonë të vjetër, ambasador Republikës së Turqisë Barish Kalkavan. Mandati i tij mbaron sot, por jo edhe miqësia jonë. Në fund, faleminderit diasporës sonë, e cila çdo herë ka qenë për krah nesh, si në raste të mira, ashtu edhe të vështira, duke ndihmuar dhe investuar në qytetin tonë. Një mesazh kam edhe për të gjithë turistët e shumt që kanë vizituar qytetin tonë gjatë gjithë vitit. Ulqini ishte dhe do të mbetet qytet me histori dhe trashëgimi historike, kulturore dhe turistike për të gjithë ju. Dhe ne betohemi se do të punojmë që viti 2026 të jetë më i mirë, me më të cilësi në shërbim, ashtu edhe në pastërti, rend dhe siguri. Ju faleminderit. Pjesë e veçantë e aktivitetit ishte ndarja zyrtare e çmimeve me një atmosferë miqësore, duke përcjellur mesazhe bashkëpunimi, organizimi dhe përkushtimi për zhvillimin e mëtejshëm të Ulqinit në vitin 2026. Dijeliti posebno priznanje u znak za diplomatsko djelovanje i nesebičnu podršku posebno Ulcinju, ali i Crnoj Gori. Kapetan Alban Pekun, mirënjohjen ja dorëzon kryetari Genci Imanbegu.